E cili është sultani, vëllezër? Kanë thënë dietarët, sultani është argumenti. Dhe gjithmonë kur përmendet në Kur'an sultan, është për qëllim argumenti i Zotit xhelel xhelalu. Se tani do të ballafaqohen dy sultana. Dy sultana. Sultani, këtë rast i pari, diktatori më i madh i kohës vet, Faraoni. Me atë i cili Allahu e ka bo pejgamber dhe i ka dhënë sultan, ama jo sultan diktati, po sultan argumenti dhe fakti. E Allahu thot: "Wa naj'alu lakuma sultana", na kena më dhënë juve sultan. Shikoj se gjithë këtë sultan ja ka dhënë Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ka sultan më të madh se sa 2 miliard njerëz me zbatu urdhin e një njerit i cili ka vdek para 1446 vjetëve? Minus 10. Që sa ka vdek pejgamberi alayhis salam? Pse ka bëu hijret? Sot jemi 1446. Minus 10 që ka jetu në Medinë. Pra që 15 sheku i ka ndru jetë ai i cili ka thonë ninoni, agjeroni. 2 miliard njerëz agjerojnë. Ku është ai mbreti që na ka thonë më agjeru? Ku është ai i cili ka zbrit Kur'ani? Ka ndru jetë. A ka dikush sot në dunja që ka sultan, që ka pushtet, që ka perandori, që 2 miliard njerëzi me ngue, a i ka dek? A ka? Përveç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka dikush pushtet që 2 miliard njerëz në komplet globin, pa kur far ushtrije, pa kur far policie, pa kur far arme, me i bind që mu thirë ezani eshhedu enne Muhammed Rasulullah? A ka? A ka pas dhe diktator? A i mundet me pas dash me e bohe, ama nuk i dhez. Sigurisht ka dash edhe Enver Hoxha, sigurisht ka dash edhe Stalini, sigurisht ka dash edhe Hitleri, edhe plot edhe Tita, sigurisht ka dash. Që mi u përmen emri, kur? Ama me vdekin e tina, janojnë që atë një shtatore, dikur mo e hekin edhe shtatore, edhe si e të kur gjo. Pi kur ka ndrujet Muhamedi alayhis salam? Mirë po që pas më të shejko dhe zër, qytet e katun, shtet e glob, në gjdo ven, pin skaj e në skaj, në gjdo minare e shhedu enne Muhammed Rasulullah. Dëshmojmë se Muhamedi është i dërguri Allahut. A ka sultan ma shumë se që kaq? A da shka dhe Allahu gjera: "Wa naj'alu lakuma sultane", na ju jap në sultan. Dhe zë shika Allahu që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtë sultan. Dhe sa ju ka thonë Allahu sultan ndjekësve të pejgamberit alayhis salam, ulemave të pejgamberit alayhis salam. A ti ki më shumë sultan e Ebu Hanifja? Të di ka më shumë sultan? Ti mi dhanë komplet familjes tane, apo mi ja u dhanë i dispozit, apo dhe vjen një tjetër thot Ebu Hanifja ka thonë ndryshe. Ato shka thonë ti, rëqati dhe s'po të shekur gjo. Që ka thonë Ebu Hanifja? A ti ki më shumë sultan e Imam Shafi?